Sot ne po flasim në mënyrë hipotetike. LDK-ja sot nuk është e aftë për koalicion. Nuk është e aftë për shkak problemeve të brendshme. Për shkak mungesës unitetit. Po prandaj ta bëna pyetjen. Për shkak të mungesës unitetit edhe të grupit deputetëve. Pra, nëse LDK-ja që i ka 18 deputet nuk është unike, nuk mund t'i afroj 18 vota për presidentin edhe për një koalicion qeveritar, atëherë LDK-ja nuk është e aftë për të bërë koalicion, edhe nuk do të bëjmë fare sepse se ka këtë mundësi. Se ka këtë mundësi. Na folëm në mënyrë hipotetike, po t'ishte mundësia, po t'i kishte 18 deputet unike e tjera, por që për fatë keq nuk i ka. E nëse s'është e gatshme për koalicion, a është e gatshme LDK-ja për zgjedhje? Në që të rëthonat e vejtë? Jo, nuk është e gatshme as pak. Na du të më udrejtë. Ne këto po diskutojmë cila është mënyra për t'i zgjidhur problemet. Ajo që e thash që fitoria në atë votbesimin që e fitoi Lumiri është e Pirrës. Është fitore me pak diferencë nga ata që votuan kundër dhe ajo është e ka pru që të gjendje, tash ku jemi. Po ju lësë një sen, pak më këthy të fillimi i vitit 2025, të 9 shkurti, apo? Jo, 14 atër. Zgjedhje tha, 2025. 9 shkurti. 9 shkurti. 14 ju kohen 2021. 2025. Okej. Partit opozitore von blok, një farë bloku jo formal, për mos me e leju me as një shmem Albin Kurtin me qeverisë. Nuk e donin me asë një shmim edhe një mandat të Albin Kurti. Dhe me atë frenimin edhe kryenësin, e tyne në fakt jasë gjatën mandatin, jasë gjatën edhe një vetë, ta shuboj i dyti, që 2 vite. Edhe po e di sa kanë me zjatë. Po, që, do më thonë, as pak nuk janë racional, me ullë edhe me mendu. E tha Zoti Salia me të drejtë. Nëse a i ka fitu 51%, 50 e kusuri kishtë atëra, apo so. 51. Ajo pasa që në fillim. Ma dhe i fitoj 42, aso. Po ta është prapa aty jemi me rezultatin e shkurtit. Po prap 42 që ishte shumë i madhe, ishte diferencë te për e madhe nga i dyti. Që së mund është me kontestu pozicionin e kryeministrit, prap. Ma dhe thëke, Zoti Kurti, këto 2 parti si kanë votat bashkë kësaj kemi ne? Unë disa herë e kom thonë dhe është thonë në për plët studio televizive, ata kur nuk u patën fjell, e edhe sot, si duket nuk janë këfjell prej atit debaklit të 14 shkurtit vitit 2021. Kur humben shumë, jashtëzakonisht shumë, 50 e kusur % me qëto rezultate, qëto apërse. Po ne ata bëni pyetje. Problemi është që ta shkujt foji. Foji është që duhet me u ullë. Populli e ka do menën 50% me jadhon vëvës, 50% edhe të hisës pushtetit i takon vëvës. Po, Zoti Kurti, së do mi formu institucionet, që shmira bota është këta s'kanë faj. I takon vëvës. Bile në atë formullin e formullin për bashkërisë i takon shumë ma shumë. Shumë ma shumë. Presidentin... Zoti Mustafa, për një pyetje shumë thjesht. Nuk i ka vota. Ne po themi 50%. Megjithatë ato nisën ta kemi parasysh, më së miri me statistika. Zoti Kurti ka fitu 400 sami ishte se vendet dorë me përshindje. Nga 36% e vota, 36% e pjesëmarrjes në zgjedhje, nëse kthejmë statistikisht i bën rreth 16% të votave të qytetarëve të Kosovës. Po s'ka rëndësi kjo statistikisht i ka fitu 53 mandate. Cili është dallimi? Pyetja ime shumë e thjeshtë. Cili është dallimi mes LDK-s dhe VVS në 2025, nëse ti dëtuhet, kur kanë pas 72 vota bashk, edhe sot kur kanë 71 vot. Qa ka ndru raporti mes LDK-s që s'ka bon 2025 me zjedhë një president, dhe sot, kur ka një vot ma pak me zjedhë një president. Pra, cëllë është logika, pëse mësë më shkun, kur nuk u koni gatshëm 51.1%. Rezultati ma fenomenali mundshëm në demokraci, ka pas qeveria ku. Edhe i ofroj bashkëqeverisje. Gjitha nuk ka arrit marrëveshje. Pse, qa pas ka ndryshu LDK-ja, ta që se VVS, që du të me boni marrëveshje 3.